Të nderuar zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim dhe ju ftojmë të ndiqni emisionin e radhës të ciklit Rënjët tona. Sot do flasim për një problem të mprehtë, të nderuar miq. Zoti Guri ka bërë një libër për rreth 40 projekte që janë bërë me zhduk të komb, Zoti Guri. Do ne keni titulluar 40 projektet për shkatrimin e këtij vendi ton. Pra projekte, komplote të mirëfillta, të jashtëzakonshme. Këto të fundit kanë qenë të detajuara. Domethënë, duke filluar në vitin 1000, të marrim këto të fundit fare tani 150 vitet e fundit, në 1878 e famshme që u bë traktati i Shën Stefanit. Pa i Shën Stefanit ishte shumë i keq, se lexova librin që na dha ai Shkodrani Virtyti. Virtut Sokoli. Virtut Sokoli për lidhjen e Prizrenit, po ai traktati i Shën Stefanit, domethënë, pas ka qenë i tmerrshëm fare, jepte edhe Korçën e fushën e Korçës, gjitha gjëra merri një vëlla këtu se u bë etikos, po nxorra edhe një konkluzion shumë të madh aty që, domethënë, ajo lidhje e Prizrenit pas ka shpëtuar këtë vend të Zotit Gurit dhe të nderuar miq. Por prap në 1878, po ishte gjithë Evropa kundra Morbur, ishte çuditërisht, ishin të gjithë, jepja këtë prit, se Rusia thoshte më duhet mua kjo, i duhet Serbisë kjo, i duhet Malizi kjo. Malizi ishte një pëllëm vend. Dua ato, dua këto, dua Ulqinin, dua Plavën, Gucin. E tmerrshme ç'është bërë, domethënë po të lexosh atë libër lidhja e Prizrenit të atij zotnis Jarova. Lidhja e dytë, Virtut. Jo, mirë, po libri Jarova emrin atij autorit, ishte autori, i botua librin në 1920-ën, 22-shin kështu. Nëse do ta nxjerrim edhe pas, shumë interesant. Domethënë, masakra të tmerrshme në 1878-ën për të zaptuar këto tokat shqiptare. U mor ajo Lugina e Preshevës, u mor Nishi, Medvegje, Bujanosi, u morën këto pjesë na jugu, këtej, na Lindja, këtej vinte Bullgaria. Pastaj më vonë Ulqini, Tivari, u morë me radhë, edhe madje ishte më bëri përshtypje Zoti Guri dhe një fjalim i një parlamentari anglez, shumë pozitiva i për Shqipërinë, ta nuk e nderon Anglinë, kjo të çoj flotën moderne Anglia dhe të sulmoj kasollet e shqiptarëve në Ulqin, që janë autokton aty dhe janë kombi më i vjetër i Evropës, dhe t'i sulmoj dhe t'i bëj shkrumbe hi ato. Pse? Sepse duam që këtë t'ja japim këtij shteti të quajtur Malizi. Dhe i thot e ca fjalë, kështu pak denigruese për popullin malazez, se thot, po mirë, ju thoni për shqiptarët kështu, po malazez janë kështu. Ai e mbron me një pasion shumë të madh Shqipërinë dhe thot, nuk na nderon ne si Britani kjo gjë që të shkojmë me gjithë flotë dhe të bëjmë shkrumbe i këtë qytet, pse? Për t'ia dhënë këtij tjetrit. E pasaj këto genocidet e 1913-ës, 1914-ës, 1945-ës në jug e në veri, prap genocide. Kemi të fundit fare në 1999-ën, të fundit që u bë, që u desh të ndërhyj një botë e tërë, të quajmë, thënë, si një premis për luftë botërore, të themi, sepse ishte në pragun e një lufte botërore, ajo që ndërhyri NATO, në anën tjetër ishin këto, të themi, Serbia e tjera. Por ajo që është më e çuditshme dhe më dinake, më tinzare, Zoti Guri dhe të nderuar miq, është se nga genocidi me armë është kthyer metoda në një genocid të heshtur tani. Si punë e gardit të gjitonit të keq, Zoti Guri, që është ty na 2 cm, na 3 cm. Domethënë po bëhet një genocid pa armë, një genocid i heshtur, ta quajmë, në thonjza modern, ta quajmë, modern, diabolik, ta quajmë. Po ne kemi folur disa herë në emisionet tona, qoftë në emisionet që kemi bërë për Kosovën, emisionet Rënjët tona, qoftë për Kosovën, qoftë emisionet e tjera që e kemi përmendur këtë gjë. Madje i sugjerojmë dhe zonjës ministre të punëve të jashtme ta ngrëri këtë problem. Është një problem i mprehtë. Në kuvendet që kemi bërë ne, Zoti Guri, kam vënë re një person në Mitrovica që na vinte në kuvendet që organizonim ne, kuvende internacionale që bënim të Akademisë Rënjët tona.
Një person nga Medvegjja, zoti Recep Abazi, shikoja një trishtim në sytë e tij, të jashtëzakonshëm. E thoshte, ju nuk e keni idenë se çfarë po na bëhet ne. Po na përzën, po na fshin nga lista, nuk ekzistojmë më. Do me thënë, në qoftë se ikën për një x kohë, nuk je më ti si qytetar sërb që je atje, me kombësi shqiptare, por nuk ekzistoke më. Do me thënë, fshihesh, nuk ke më pronë, nuk ke më adres, nuk ke më emër atje, nuk ekziston më. Pasivizim adresa. Do me thënë, ajo që u tentua të bëjnë Kosovë, zoti Guri të nderuar miq, me tanke, me topa, me mitroloza, me genocid, me djegje fshatrash, tani po bëhet me një metodë tjetër shumë të sofistikuar, të jashtëzakonshme. Të ftuar sot? Shiko, domethënë më ka bërë përshtypje që dhe në Kongresin Amerikan këto ditë zoti Guri dhe të nderuar miq, është ngritur një kongresmen, një mik i madh i Shqipërisë, Kate Self, dhe ngriti problemin e të drejtave të shqiptarëve në luginën e Preshevës. Dhe u votua në Kongresin Amerikan një projekt ligj për të drejtat e shqiptarëve në luginën e Preshevës. Dhe ai zoti kongresmen Kate Smith ka folur dhe ka thënë, ashtu siç i kërkojnë serbët të drejtat për minoritetin e vet, andej këte ku janë, ashtu duhet t'i kërkojnë dhe shqiptarët këto dhe duhet t'i kenë këto të drejta shqiptarët e luginës së Preshevës. Dhe jo të pasivizohen në thonjza. Pasivizim është një emër shumë i butë dhe shumë dinak që është bërë, po ajo mund të quhet genocid. Genocid. Heqje, tamam, jo me grykën e pushkës, po me majnë e lapsit, të themi. Dhe me 44 vota pro dhe me 3 vota kundër, u aprovua ky projekt ligj në Kongresin Amerikan. Gjithë kjo urrejtje më burë, gjithë kjo, më kujtohet, këto dhe një minutë zoti Guri, më kujtohet, kam parë këto ditë një video të aktorit të famshëm Bekim Femiu, shqiptarit të famshëm që ka lozur rolin e Odiseut. Dhe ka jetuar në Beograd sepse ishte dhe i martuar atje, nuk ka qenë aktor i madh. I admiruar nga një botë e tërë, i admiruar nga gjithë bota për rolin e famshëm të Odiseut, të Uliksit. Por i urryer në Beograd, i urryer jashtë mase në Beograd. Dhe u detyrua që të mbyllej në vilën e vet atje në Beograd, në një protestë të heshtur sepse po fillonte ky genocidi me armë që po bëjnë në Kosovë, dhe nuk po dilte më, i vinin kontrolle në shtëpi, ku vajte në Kosovë, këta kove, vajte në Shqipëri, këta kove, qa fole, qa bërë, edhe ka shkruar një fjali që më mbeti në mendje. Sa u lodha nga urrejtja, tha zoti Guri të nderuar. Jam lodhur nga urrejtja, do me thënë dhe u tret dhe u sëmur nga urrejtja, nga të katër anët shifja urrejtje, në gjithë botën admiroj, në gjithë botën ishte gjysmë perëndie, ftuan dhe në Hollywood që mund të merrte të pjesë në filmat hollywoodian, siç ishte edhe filmi Odiseut hollywoodian, por në Beograd ai urrej, dhe tha u lodha nga urrejtja, u mbyll brenda nga urrejtja në një protestë e heshtur derisa çdo gjë pasaj mbaroi. Zoti Guri, para se të japim fjalën dy të ftuarve tanë, që kemi zotin Pajazit Ajzeri, një miku i emisionit ton, kemi bërë disa emisione të hershme me zotin Pajazit, dhe kemi pastaj edhe zotin Ismet Azizaj. Ju lutem, çfarë keni për të thënë zoti Guri për këtë gjë? Jo, nuk kam, thjesht të filloj, jo, thjesht për profesor Pajazitin do thosha dy fjalë që është antar i Akademisë Rënje Tona, në të gjitha kongreset, të ryezat, konferencat që kemi pasur shkencore për albanologjin, për kuvendet e qoftë ajo e pelasgologjisë e para, qoftë kuvendi i Lushjes, qoftë kuvendi për gjuhën shqipe, edhe për kuvendin e 4 për etnokulturën. Profesor Pajaziti ka qenë i pranishëm me referate nga më dinjitozet, bile ka krijuar dhe një filial të Akademisë Rënje Tona në Kanada, në Toronto, me miqtë e tij që janë atje. Ndërkohë është një veprimtar dhe një studius me emër
dhe i plaktë për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarisë, apo më shumë të kulturës asa antike, para antike dhe mesetare edhe të sotme shqiptare. Bashkë me profesor Qazimin përbëjnë 2 figura shtyll dhe me zotin Farigjara 3 edhe shumë tjerë, përbëjnë elemente shtyll të akademisë që kemi neve rrënjën tonë. Me zotin Nexhmi Ganiu, falenderoj që pra janë edhe shumë tjerë, janë profesorë Qeremi për shembull, e kemi përmendur kaq herë, është i pa përsëritshëm në llojin e vet për prurjet që ai ka bërë me shfrytëzimin e gjithë kësaj arkive që ndodhet në Vjenë, për almanakët që ka shfrytëzuar atje, për buset ose për këto të figurat e panjohura të Gjergj Kastriodit që ne sot i zotrojmë si akademi. Dhe pa humbur kohë do t'i jepja fjalën profesorit, i cili pyetjen e parë ka si e mendon, si është situata sot në Preshev me Bej Bujanovsk. Po para se sot ç'është një historik i shkurtër i saj. Një historik, pse kjo është Kosova lindore, një lim vetë, përfshihet ende në protektoratin ose në. Dhe ky historiku e keni prekur dhe një herë në një emision që kemi bërë bashkë, që keni thënë që u bë një shkëmbim që Titua hoqi këtë zonën Luginë e Preshevës dhe çoi si për të lënë atë litarin jashtë që themi ne, domethënë Gozën e Mastradinit, për të lënë një sebeb sherri gjithmonë.